Ideja e një krijuesi suprem, i sjellshëm dhe i drejtë, është përsëritur për gjenerata të tëra, duke ju dhënë forma civilizimeve të tëra. Por, nëse gjithçka që na është mësuar do të ishte vetëm një pjesë e historisë, po sikur të ekzistonte një dije e fshehtë që është zhdukur nga dokumentat zyrtare, na është mësuar aq shumë, por a është e gjitha e vërtetë? Ky kanal ka qëllim pikërisht këtë gjë, të zbulojë të vërtetat të pathëna. Prandaj regjistroni dhe shpërndajeni të njohurit tuaj. Në këndet më të fshehura të historisë, një grup të zgjuarish guxoi të vënë në diskutim narrativën dominante. Nuk shikonin Zotin e Testamentit të vjetër si hyjnin superiore dhe as pranonin verbërisht autoritetin e kishës mbi shkrimet e shenjta. Për këta individ ishte diçka më shumë e madhe prapar krijimit të botës, diçka që pak ishin ata që e pranonin. Këta ishin gnostikët, ruajtësit e një njohurie, një dieje sekrete që vinte në diskutim gjithçka që dim mbi besimin, shpirtëroren dhe qëllimin e vet ekzistencës. Për shekuj, mësimet e tyre ishin persekutuar, besimet e tyre ishin tallur dhe tekstet e tyre ishin djegur e ndaluar. Në Egjipt, në mes të shekullit të kaluar, një zbulim i papritur nxori në dritë dorëshkrime antike që vënë në diskutim gjithçka që mendoi se dihej mbi fillimin e krishtërimit. Shkrime që zbulojnë një shikim radikalisht të ndryshëm të historisë së shenjtë dhe të figurës së krijuesit. Gnostikët mbështesnin që realiteti material ishte vetëm iluzion. Besonin që Zoti i vërtet ishte përtej botës fizike dhe që krijuesi i përshkruar në Biblën ebraike ishte në realitet një mashtrues, një qenie arrogante dhe manipuluese që mbante në kurth njerëzimin në një cikël pafund të vuajtjeve dhe ignorancës. Sipas tyre, shpëtimi i vërtet nuk vinte nga bindja ndaj rregullave rituale, por nga zgjimi ndaj një dieje të thellë e transformuese. Por pse ky vizion ishte i sulmuar e ndaluar kaq egërsisht? Pse ata që mbronin këtë ide u persekutuan dhe u heshtën? Dhe mbi të gjitha, çfarë mund të na mësojnë këto tekste antike mbi realitetin që na rrethon? Nëse ka diçka që historia na mëson, është që çdo narracion dominant fsheh anë që pak guxojnë t'i zbulojnë. Çfarë dinin gnostikët që të pushtetshmit kërkuan t'i fshihnin? Që nga dëshmitë e para të njerëzimit, ideja e një krijuesi ishte një shtyllë themelore e besimeve religjioze. Për shumë tradita, ky krijues është suprem, perfekt dhe pafundësisht i mirë. Por, po sikur historia të mos ishte kaq e thjeshtë, po sikur të ketë më shumë se një entitet që ushtron kontrollin e tij mbi fatin e botës? Gnostikët antik e besonin këtë. Për ata, hyjnoria që kishte krijuar botën materiale nuk ishte Zoti i vërtet, por një qenie inferiore, jo perfekte dhe mashtruese. E quanin këtë entitet demiurg ose Yaldabaoth, një figurë që hiqej si krijuesi duke mbajtur në kurth njerëzimin në një realitet vuajtjesh e ignorance. Ky besim nuk lindi nga hiçi. Në fillimet e krishtërimit, disa grupe brenda krishtërimit diskutonin mbi origjinën e universit dhe mbi natyrën e vërtet të hyjnores. Gnostikët i shikonin tekstet e shenjta me sy kritik dhe gjenin shenja që tregonin se diçka nuk ecte. Gjatë historisë, sekretet u groposën, dija dhe njohuria u fshehen dhe të vërtetat u shtrembëruan për të mbajtur njerëzimin nën kontroll. Po të shikojmë tekstet e shenjta, vërejmë një Zot xhelos, autoritar, hakmarrës, që dënon ata që nuk i binden deri në brezin e tretë apo të katërt. Që në krijimin e njeriu tregohet i tillë. Përze Adamin dhe Evën nga Eden sepse nuk ju bindën atij, sepse kërkuan të njohin dijen dhe u bën si njëri prej nesh, siç shprehet vetë Zoti në Bibël. Jo vetëm kaq, por ky Zot vendos dhe zhduk gjithë njerëzimin dhe bashkë me të edhe gjithë krijesat e tjera të pafajshme në tokë, qiell e ujë. Gnostikët nuk shikonin këto qëndrime si karakteristika të një qenie superiore dhe perfekte. Për ta nuk bëhej fjalë për Zotin e vërtet, por për një mashtrues që donte të mbante botën të mahnitur ndaj tij. Kjo qenie, Yaldabaoth, ishte krijuar rastësisht nga Sofia, një nga eonët entitete hyjnore që banojnë në Pleroma, mbretëria shpirtërore. Kur konstatoi gabimin e saj, Sofia kërkoi ta fshihte krijimin e saj, por Yaldabaoth, i paditur për origjinën e tij të vërtet, arriti të konsideronte veten si Zotin e vetëm ekzistues.
I shtyr nga arroganca, krijoi botën materiale, një reflektim jo perfekt i botës hyjnore. Për të siguruar kontrollin mbi këtë realitet, formoi qeniet e para njerëzore, por pa e kuptuar, ju futi atyre një shkëndi hyjnore, një fragment të Zotit të vërtet suprem. Që atëre Jaldabaoth dhe arkontet e tij, entitete në shërbim të tij, kanë kërkuar të mbajnë njerëzimin të mbërthyer në iluzion, duke ndaluar të kuptojë natyrën e tij të vërtet dhe origjinën e tij hyjnore. Zbulimi i dorëshkrimeve të Nag Hammadi në Egjipt në vitin 1945 ka sjellë në dritë shumë nga këto tekste gnostike që kishin humbur prej shekush. Një nga më të rëndësishmit, Ungjilli i Xhudës, nxjerr një vizion tronditës të Jezusit dhe detyrës së tij. Në ndryshim nga rrëfimi tradicional, ky ungjill sugjeron që Jezusi erdhi në botë jo për të shpëtuar njerëzimin nga mëkatet e tij, por për ta shpëtuar nga dominimi i Jaldabaoth. Xhuda, në vend se të ishte një tradhtar, ishte ai që e kuptoi këtë të vërtetë dhe ndihmoi Jezusin të ikte nga burgu i mishit. Ky koncept i një krijuesi mashtrues nuk ishte ekskluzivitet i gnosticizmit. Edhe civilizimet të mëparshme, si babilonezët dhe persianët, kishin mite mbi hyjni jo perfekte që qeverisnin botën fizike. Në traditën persiane të Zoroastrizmit, ekzistonte ideja e një dualiteti kozmik midis Ahura Mazda, zoti i dritës, dhe Angra Mainyu, shpirti shkatërues që korruptonte krijimin. Por ideja që Zoti i Testamentit të Vjetër të mund të ishte një qenie inferiore dhe mashtruese ishte thellësisht e rrezikshme për kishën që po konsolidoi. Peshkopët ortodoks, si Ireneu i Lionit, i dënuan këto ide si herezi. Në shekullin e dytë shkruan një traktat të titulluar Kundër herezisë, ku kritikonin ashpër gnostikët, duke mbështetur që ekzistonte vetëm një Zot i vërtet dhe çdo besim tjetër ishte një shtrembërim i lig. Pavarësisht persekutimit, vizioni gnostik i dualitetit hyjnor nuk u zhduk kurrë komplet. Shumë nga konceptet e tij u rishfaqen në lëvizjet religjioze, në vazhdimsi si katarizmi mesjetar, që shikonte botën materiale si një krijim të lig dhe predikonte kërkimin e ndriçimit shpirtëror për t'i shpëtuar. Ideja që Zoti i Testamentit të Vjetër dhe Zoti i Jezusit mund të jenë entitete të ndryshme, vazhdojnë të intrigojë studiues dhe mistik akoma sot. Tensioni midis një Zoti të ashpër dhe hakmarrës dhe një Zoti dashurie dhe dëmshurie ngre pyetje që nuk kanë akoma përgjigje definitive. Çfarë kanë parë gnostikët që shumë të tjerë i kanë injoruar? Nëse bota materiale është krijuar nga një qenie jo perfekte, do të thotë që jemi dënuar të jetojmë përgjithmonë të bllokuar në këtë iluzion. Ideja që krijuesi i botës materiale nuk është Zoti i vërtet, i çoi gnostikët në konflikt me ata që mbronin një krishtërim të bazuar në bindjen ndaj asaj që e konsideronin i vetmi besim legjitim. Të vihet në diskutim hyjnorja e përshkruar në Testamentin e Vjetër nuk ishte vetëm një mosdakordësi teologjike, por një kërcënim për strukturën emergjente të kishës që kërkonte të konsolidonte një doktrinë të vetme universale. Për gnostikët, eksperienca shpirtërore ishte një rrugë individuale, një udhtim i zbulimit të brendshëm ku ndriçimi vërtet nxirrej nga njozi, një dije sekrete në gjendje të lironte shpirtin nga bota fizike. Për ortodoksinë e krishterë, shpëtimi nuk arrihej përmes dijes, por përmes besimit dhe nënshtrimit ndaj shkrimeve dhe autoriteteve kishtare. Kjo divergjencë themelore krijoi një skenar përplasjesh mes dy botëve të ndryshme në të kuptuarit të besimit. Problemi nuk ishte vetëm diferenca doktrinale, por struktura shumë e decentralizuar e gnosticizmit. Gnostikët nuk vareshin nga priftërinjt ose rituale fikse. Besonin se cilido mund të arrinte dijen, mjaftonte të ishte i disponueshëm, të shikonte përtej iluzioneve të detyruara nga bota materiale. Për kishën, kjo ishte një kërcënim ndaj pushtetit të saj, sepse eliminonte nevojën e një hierarkie të krishterë, që hiqej si ndërmjetëse mes Zotit dhe besimtarëve. Përveç refuzimit teologjik, kisha ishte e preokupuar që shumë të krishterë në fillim ishin të tërhequr nga idetë gnostike. Dokumentet e kohës tregojnë që komunitetet të tëra filluan të ndjekin këtë vizion alternativ të besimit, përfshirë disa figura influente të krishtërimit primitiv. Vetë Valentinus,
themelues i shkollës gnostike Valentine, u bë gati Peshkop i Romës demonstrim indikimit të këtyre ideve të kohës. Përgjigja e kishës ishte e paepur. Hap pas hapi që krishtërimi konsolidoi dhe fitonte gjithnjë më shumë ndjekës, idet e konsideruara të devijuara luftoheshin në mënyrë sistematike. Gjatë shekujve të 3 e të 4, tekstet gnostike filluan të dënoheshin dhe shkatroheshin, dhe ndjekësit e tyre të persekutoheshin. Kur krishtërimi u bë feja zyrtare e perandorisë romake në shekullin e 4 në ndritimin e Konstantinit, ortodoksia mori më shumë forcë dhe hapësira për besimet alternative u zvogëlua shumë. Kjo tentativë çrrënjosjeje ishte aq efikase sa që për shekuj gjithçka që dijej për gnostikët vinte nga shkrimet e kundërshtarëve të tyre që i përshkruanin gnostikët si heretik të rrezikshëm dhe shtrembërues të besimit të vërtetë. Zbulimi i dorëshkrimeve të Nag Hammadi në Egjipt solli në dritë dhjetra tekste gnostike që ishin fshehur për të evituar shkatrimin. Mes tyre ishin Ungjill të panjohur, të shkruar që afronin një vizion të ndryshëm të Jezusit, të krijimit të botës dhe natyrës së hyjnores. Ajo që këto tekste zbulojnë është një version i krishtërimit që nuk bazohet në nënshtrimin në dogma të detyruara, por në kërkimin individual të zgjimit shpirtëror. Një vizion që e vendos njerëzimin përballë një zgjedhjeje, të pranoj botën kështu si është prezantuar, ose të vihen në diskutim themelet dhe të kërkohet një e vërtet e fshehur për te realitetit të detyruar. Këtu përfundojmë këtë pjesë të parë për të vazhduar me pjesën e dytë në vitën e ardhshme. E kuptoj që mund të ketë besimtarë të krishterë që nuk janë dakord me këto që thash, dhe kjo është e drejta e tyre. Por, mendoj se nuk mjafton mos dakordësia mbi bazën e besimit. Duhet përcaktuar çfarë qëndron e çfarë jo në këto që u thanë. Komentoni, si gjithmonë do ju përgjigjem dhe bashkë bisedojmë. Takohemi në videon e ardhshme.